Kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me ministrët e kabinetit qeveritar, të cilët kanë fituar mandatin për deputet në legjislaturën e 9, kanë vendosur të mos japin tërheqjen nga postet e tyre në ekzekutiv, përkundër që në pikën 1 të nenit 26 të ligjit për qeverinë, thotë se në rast se antari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i kuvendit, ai duhet të jep tërheqje nga posti i antarit të qeverisë para ditës së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Përkatësi me këtë, edhe në bazë të pikës 2 të nenit 70 të Kushtetutës së Kosovës, theksohet se mandati i deputetit fillon ditën e certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Mirëpo pas certifikimit të sotëm të rezultateve të zgjedhjeve të nënshkurtit nga KQZ-ja, kryeministri në detyrë Albin Kurti anashkaloi këtë nen, derisa tha se qeveria ka kaluar në detyrë dhe s'ka nevojë për akt formal të tërheqjes. Në lidhje me këtë situatë dhe mundësi që Kurti bashkë me kabinetin qeveritar të mbajnë 2 poste paralelisht dhe sa është kjo shkelje ligjore, Kosova Press ka komunikuar me njohësin e Kushtetutës, profesorin universitar Mazlum Baraliu. Ai tha se në ligjin për qeverinë si dhe Kushtetutën, kur flitet për mandatën e deputetit, ka zgjedhje të 2 fishta, por sipas tij vendimi që antarët e qeverisë që janë zgjedhur deputet të mos japin tërheqje nuk është e kundërligjshme.